Gjasa jave do të kemi drejtuesin e tyre në gradën e fundit të shenjës së demit dhe në takim edhe me Uranin. Kjo automatikisht i bën ata vërtet shumë të luhatur. Edhe këta mund të kenë shpërthime, por këto shpërthime mund të plasën më tepër brenda vetes së tyre. Dhe normalisht do të krijojnë një trysni shumë të madhe, e cila mund të përkthejë edhe në probleme shëndetësore. Këshilla më tepër është të jenë pak më të izoluar, më të tërhequr. Kreativiteti është diçka e mirë edhe për ta, por këtë do t'i këshilloj ta përdornin me familjarët e tyre, ose brenda shtëpisë për ata të cilët jetojnë vetëm. Mund të kemi edhe një zhvillim vërtet shumë të madh pozitiv në marrëdhëniet në çift gjasa jave, por po e përsëris në qoftë se nuk e mbajnë atë trysninë e tyre brenda. Fitimet janë nga ana materiale, bile duke filluar nga dita e premte. Dita e premte, duke qenë se është dita edhe e Venusit, që është drejtuesi i tyre, do të jetë një ditë më pozitive.